Një mbrëmje poetike me zvargjeve të poetës Eva Esat Kacania mblodhi të hënën në ambientet e teatrit Aleksandër Mojsiu, figura të kulturës dhe artit dursak, dashamirës të poezisë dhe krijimeve letrare. Me u dasht ishte libri që riktheu Eva Kacanian pas 14 viteve mungesë, një rrëfim poetik dhe eseistik mbi ndjenjen më të thellë njerëzore, dashurinë, edhe pas një suksesi që ky libër pati në panairin e librit në Tiranë. Ky është libri im i katërt. Libri me u dasht vjen pas rreth 14 vite mungesë. Ka qenë një rrugtim i vështirë, por shumë i bukur. Surpriza është pjesëmarrja në Panajër. Libri aty u prit me shumë sukses. Pati, domethënë, një lexim, u shit libri, u komentua, u shkrua në përshtyp për librin, dhe kjo është shumë e rëndësishme për një autor që i ka munguar tregut 14 vite. Që nga antikiteti e deri më sot, poetët e kanë përdorur dashurinë për të shprehur emocionet më të thella, për të eksploruar dimensionet e shpirtit njerëzor dhe për të gjetur kuptim në botën përreth. E pse autorja ka vendosur ta titullojë pikërisht Me u dasht? Libri Me u dasht e merr titullin nga një thënie e babës tim, që na ka lënë si amanet, me u dasht me njëri tjetrin, me respektu gjakun, familjen, çdo gjë që ka vlerë, çdo gjë që është e rëndësishme për ne në këtë jetë. Është shumë bukur që të ndjesh pranë vetes miqtë e tu, për kujdesjen të bibliotekës së qytetit, të teatrit Aleksandër Mojsiu, të miqve, të mikeshave të mia, të poetëve, të gazetarëve, si edhe njerëzve që e duan artin dhe veçanërisht poezinë. Poezia është thelbi i shpirtit dhe mendoj se do jetoj me mua gjatë. Eva Kacania, autore librash dhe mësuese e gjuhës e letërsisë prej vitit 1994, ka fituar çmime letrare në festivale të ndryshme poezish. Poezitë e saj janë botuar në antologji kombëtare dhe ndërkombëtare, duke dëshmuar fuqinë që ajo ka në eksplorimin e fjalës dhe të vargut.